Jeta saj ka kënë sakrificë e devotshme, shpirtnore, misionore. Motër Maria Kaleta është mbesa e të lumit Dom Notsuma, martiri kishës katolike, e cila i ka shërbyer atij në vitet e burgjeve, jo vetëm atij, por edhe shumë meshtarëve gjatë viteve të regjimit komunist në përburgje. Kur ka pagzu në emrin të atit, aja ka pas fuqi, i ka dhënë shpirtin sajt, çdo njeri që i ka rënë dorë, si në pagzim, si në smundje, si në razëtekit. Aja ka kënë e papritueshme. Maria Kaleta ishte ende adoleshente kur u vendos regjimi komunist në Shqipëri. Ajo aspironte të bëhej murgesh dhe ta kalonte jetën në shërbim të fesë dhe të popullit të saj në kuvendin e motrave stigmatine në Shkodër. Por regjimi i ri do të bënte çmos t'ia shkatëronte këtë ëndër. E mbyllën kuvendin me dhunë që në ditët e para të 1946-s dhe ajo ende pa u bërë murgesh, u kthye në fshatin e saj të lindjes, në Pistull. Do të bënte jetë të vështirë, mes skamjes, punëve të rënda, e cejakeve të mundimshme në përburgje për të ndihmuar xhaxhan e saj, Dom Notsuma, sot martir i kishës katolike, dhe me besimin e patundur në zemër, do të udhëhiqte në udhën e Zotit gjithë besimtarët e fshatit të saj dhe fshatrave të tjerë përreth. Madje edhe në ditët më të errëta të diktaturës, kur feja do të ndalohej rreptësisht dhe do të përdhoseshin apo shembeshin deri në themel gjithë objektet e kultit. Por Maria ishte guximtare. Ajo s'do të kthehej kurrë nga rruga e saj. Do të pagëzonte fshehurazi, foshnja në gjithë zonën e saj dhe do t'u jepte atyre edukim fetar. Një prej tyre, Simon Kulli, i pagëzuar prej saj që kur ishte foshnje, sot është bariu shpirtëror i dioqezës së Sapës. Ai është simbol i vullnetit, kurajos dhe punës së palodhur të Maria Kaletës, e cila mbolli filiza në shkretëtirën e diktaturës dhe u jiti ato me përullësi, duke siguruar që e ardhmja të kishte një brez të ri udhëheqësish shpirtëror. Maria ishte vetëm 17 vjeç kur i ndërprej shkollimi fetar për të bërë murgesh. Në vitin 1946, komunistët e sapo ardhur në pushtet e mbyllën me dhunë kuvendin e motrave stigmatine në Shkodër. Ajo kishte qenë në një klasë me Maria Tucin nga Mirdita, siç na tregon kjo fotografi që ruhet sot në muret e kuvendit të motrave stigmatine. Tuci pati fat të tmerrshëm pasi vdiqi në torturat e hetuesve komunist, ndërsa Kaleta i shpëtoi këtij fati edhe pse të rjetën e saj e sfidoi komunizmin me një rebelim të heshtur në shërbim të njerëzve. Kam lindur më 10 nëntor 1929 në nënshat të Shkodrës, nga prindrit Angel dhe Shuke Kaleta. Më pas, bashkë me familjen time jemi transferuar në fshatin Pistull, po të rrethit Shkodër. Jam mbesa e Dom Notsumës, meshtari dioqezan që gjendet sot në listën e martirëve shqiptar. Që në vogëli, pra diku rreth moshës 3 vjeçare, kisha dëshirë për urat dhe lutje që ma ushqente axha. Ndërsa vetë rritesha bashkë me mua, rritej edhe dashuria për Jezusin. Megjithse isha vajze vetme, veç me 2 prindrit, isha shumë e hapur në biseda me axhën si meshtar. Shpeshherë ua kisha cekur në mend atyre dëshirën për të shkuar për murgesh dhe pas bindjes së plot, vendosa që ta realizoj ëndrrën time. Isha veç 10 vjeç kur u nisa dhe hyra në kuvendin e motrave në nënshat të Zadrimës, pasi që kishte biseduar axha shumë kohë më parë me nënën provinciale në Shkodër, në atë kohë Konsilja Mushani. Më dërgua në nënshat për arsye dhe moshës së vogël që kisha dhe mendonin se ndoshta gjatë përvojës së jetës në bashkësi, shumë shpejt do të më ndryshonte mendja dhe do e lija atë rrugë. Por jo, me bindjen e plot timen dhe me vullnetin e Zotit, unë mendoja se kjo derë e motrave ishte për mua Paris toke. Pas një viti, më 11 dhjetor të vitit 1940, më kanë shoqëruar tek kuvendi i stigmatineve në Shkodër.
Gjatë kohës së saj në kuvend, një prej mikeshave të saj më të mira ishte Roza Kraja. Ajo kujton kohën e tyre së bashku aty kur ishin adoleshente. Me Marier, unë po thëmë kam shku shumë mirë me te, se tha që edhe në mosh afer me te, muzikën e vazhdoshim shkollën me te, unë nuk kam kënër atë zonë, se cikur ka kënë kja nërë ata më të mirët, pësu kam mirë. Urat që kena thonë në këtu, në adë tona, kena njekë, si mësë reglët që kena pasë. Roza kujton ato ditë të fëmirisë së saj të largët dhe nis të tregoj jetën e përditshme në kuvend, si niste dita për ta, angazhimet fetare, orët e mësimeve deri në mbrëmje vonë. Nade, ku qoshim heret, në ne shkoshim kish, thoshim urat e nade, si kur e kena regullë dhe tesh, më ne shofim meshen, tesh, kurse atëherë në ka ardhë mesha, meshtari ka ardhë, këtu ka thënë mesh, pe kja kish që sot ekziston. E vazhdimisht me thonë një këtë jetë kena baj herë nade. Më ne kishim reglën, kur ku me hangere, po, si orarin e shkollës që shkoshime, në verë zakonisht në kanë qunër katune, ma tepër me marrë, si me thonë, me basi pushime. Roza kujton se Maria ishte veçantë mes vajzave që aspironin të bëheshin murgesha në të ardhmen. Ajo ishte e përkushtuar si rallkush prej tyre. Me në zonë se kja kolon shemëll të mirë gjithmonë e dashtën, e respektushme pej tonëve, edhe gjithë një misionin e vetë me atë gojtarin që kishte, e vazhdo të edhe me ata shoqet e veda në shkollë. Në kene pas gjithë një këtë njekje, si me thonë, si njëna tjetra, pa të njëjtën mënyrë jeteset. Jetes të regullt, në kanë dasht, në kanë mësu, kene mësu, tha që dhe për para mjeft. Ka kënë Sërester Dajqi, muzikante një që në ka mësu, për letërsi, profesoresh, Pjerina Leka, Pjerina Leka, Lorencina Leci, Madër Konsile Muzhani, ka pas rast që ka dhe Padër Qiperiani, Padër Donati ka kënë krytarë shoqërinjet këtu edhe i në ka mësu. Ishte unë, dhe me thonë, mësuset i kene pas mire fort. Në kuvendin e stigmatineve në Shkodër kam jetuar 7 vjetë, deri në momentin që në nxorën prej kuvendit në vitin 1946, sepse ashtu i erdhi Terezia Shqipërisë, që t'i mbyllej dera për të dashur Zotin, por unë vazhdova jetën time me Zotin ashtu në fshehtësi. Ishte data 10 mars 1946, kur kuvendi i motrave stigmatine u mbyll nga regjimi dhe të gjithë nxënësit e murgeshat u dërbuan me forcë. Pas 6 vitesh bashk, Roza dhe Maria u ndanë. Pak ditë më parë, komunistët kishin kryer masakrën e parë ndaj klerit katolik. Në varrezat e Ermajit në Shkodër kishin pushkatuar atë Giovanni Faustin, atë Daniel Dajanin, seminaristin Mark Çuni, atë Gjon Shlakun, Qerim Sadikun dhe Gjelosh Lulashin. Kjo masakër do të pasojë nga një val reprezaljesh në Shkodër dhe mbylljen e një varg institucionesh fetare në atë qytet, por edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë. Atë Zef Plumi, në librin e tij Rrnopër me tregue, e përshkruan kështu mbylljen e institucioneve fetare. Erdh urdhni shtetënor për mbylljen e shkollave të klerit katolik në Shqipëri, edhe ato fetaret siç ishte seminari e Kolegja Franceskane. Shpërndan edhe Institutin e Jezuitëve. Erdh komisioni zbatues për me shpërnda kuvendin franceskan, por atë Mati Prendushi kundërshtoi tu e thanë që nuk përfshihej në urdhnesën shtetërore. Me qëndresën e tij u shqyrtue çashtja prej autoriteteve dhe kështu kuvendi franceskan shpëtoi pa u shpërnda, ndërsa seminari, kuvendi i jezuitëve, Kolegja Franceskane, Kolegja Saveriane e Liceu Ilirikum, motrat stigmatine dhe shkolla e tyne, motrat servite me shkollën e fëmijëve, të gjitha u mbyllën. Ndërtesat e pasunit u shtetëzuan, ndërsa njerëzit u larguan. Dikush u kthye pranë vetëve, dikush kërkoi me gjetë ndonjë mjet jetese.
Kjo mas u muer jo vetëm në Shkodër, por edhe në Tiranë, Elbasan, Durrës, Korçë, ndër të gjithë katundet ku këto institucione kishin veprimtaritë e veta arsimore ose bamirëse. Pa arritur të bëhet dot murgesh, Maria kthehet në fshatin e saj në Pistull, ku nisi një rrugëtim të gjatë në shërbim të njerëzve me përkushtimin e një murgeshe në shpirtin dhe besimin e saj. Gjatë kohët që ka nej në Pistull, ka ba oste i thone në për kunimin, ke ka baja ka që me shtarve, ka pas takim edhe me meshtarë për shemëll. Kur i kanë shti argjen burg, më nej, kësa ja dasht me njek edhe burgun. Se babën e nanën pleq, kja ka njek burgun. Por rreziku i saj se kur kam pashku në fillimon, ka pas qeli, kena thonë në qel shpin për ifte, aty ishte bërë edhe mësusi në aty në të shkollë, në të qel. Për dhe kohë kanë jetu normal shumë mirë se kanë pas gjendjen. Ma nej, i kanë qitë jashtë për shpijet, i kanë marrë tonë pasonin, i kanë marrë teshat e kishë, me një fjallë, e kanë zhgatëru kretë. Po. Ma në fund e kanë marrë dhe priftin, burg, kjeja dash me i mjekë. Ka qenë vërshënima ne, ka kalu kohën sa që s'ka pasat shumë i qu me hangër veç, si me thonë, ty e qu ka i sënë për sebab në kush, për me mladë buken, e ushqimin me e qu prifti. 8 vjetë ka nejnë burg. Diftojnë që a i ka lyp gjanët fetare, se me thonë, edhe ka qu ata, materialin, se ju nuk kuptoni bele, për me bavojim, se me thonë, për minimu edhe nër burgje dhe vdekunit. Nëse kam jetuar unë, edhe feja ka jetuar së bashku me mua. Fal zemërgjërsis dhe respektit që kanë treguar banorët e fshatit Pistull me mua, kam mundur të rezistoj çdo lloj tundimi të asaj kohe, sidomos gjatë regjimit komunist, ku mundonin të më gjenin ndonjë kleçk si që të më demaskonin, por jo, kurrë, sepse kam qenë me Zotin dhe me njerëzit e mirë. Të shkja gjatë kohë, si ka kënë Pistull, ka shku edhe nërë të smurë shumë. Ty ganë ngushlime, bile, ka majtë në dhe thonë kungim. Ka majtë kungimin në shpi, tins një syz. E atë kungim, vazhdimisht nërë të smurë ranë, ka shkuja ka qu, edhe pse ka kene e kohë e më shetë. Kanë pas besim edhe ata populli, edhe kja, e kanë dasht për mas. Motrën Marie e kujtoj shumë mirë të viti 1961, kur edhe argja i vetë ishte i smurë, dhe i bate shërbim pa përtim. Po shto edhe nënës, nëna shoke i ka thonë që shati, edhe ja ishte në shërbim hem të arës, hem të nënës. Dhe një vitin që u mbyllën kishën në 68-ën, Marinë e kujtoj shumë mirë se i bate shërbimin dhe vjetën fshatin tonë, kishte edhe detyrën edhe në Shkodër. Në vitin 1967, diktatura i prishi kishat dhe ndaloi ushtrimin e fesë. Përndjekja dhe dënimet me burg i prisnin këdo që guxonte të praktikonte ritet fetare. Maria Kaleta, me kokën ulur dhe besimin në zemër, ju kundërvu ligjeve të diktaturës, një qëndresë e heshtur e përditshme. Aktet e një gruaje të vetme arritën të mbanin gjallë ritet e krishtera dhe të mbillnin fjalën e Perëndisë tek fëmijët dhe të rinjt. Në më shumë se 2 dekada, ajo pagëzoi me 10 apo 100 fëmijë në fshatrat e Vaut të Dejes, apo edhe nga zonat e tjera përreth. Ruajti objektet e kishës dhe përcolli besimin tek fëmijët. Mbasi u mbyllën kishët në 67-ën, Motër Maria u kujdes për gjitha figurët që ishin kishë dhe më kujtoa si sot në magazinën e qushin atëherë, u mlodhën të gjithë shajtit e shetneshët që i në kishë dhe i rujti me shumë dëshëmirësi. Por sa di unë,
ka rujtë edhe dokumentat tjerë që në kohën kur doli demokracia, janë gjithë dhe rujtë në zemrën e saj. Duke di se gjithmonë aja ka pas fen e Krishtit, me shumë mënime, me shumë sakrifica, e kalej kohën e komunizmit, që ishte një jetë shumë e vështirë. Më kujtohet shumë herë lelte në përshpia, me terë, ose me gjegë, në zetit dhe mëra me dorë, kishte detyrët për mi banë që i vetën aja i realizote me zemret e saj. Kjo ka kry mision edhe në Europa. Se në që diftote se ka hima në një kooperativ, ka punu që dhja ko me pula, me kalamoqna, me që pëdirën që punë katonash me një fjallë, thoshim rëgjare është një urate jona që, po me katonare tinë që një aty punu edhe në aty thonë urate, edhe në kodë komunizme që me thonë. Fshati e do të shumë. Ishte për çdo brigadier e për çdo punojës, ishte shumë e qetë, shumë e dashun, nuk dhe plote asnjë fjalë për komunizmin. Do të më jetu qetë. Një ky vend që merret intervistu, ishte Kopshi, aja që prodhote kujtohet si sot, e ruj mirë, prodhimet nga i ky kopsh tepër i vogël, jetote për veti edhe për botën mëri edhe kishte mjellon zemër edhe fukarave në fshatin tonë. Aq se fort, aq se dashun, aq se mirë ishte. Ndërsa vitet kalonin, diktatura sa vinte bëhej edhe më egër. Fundi i viteve 60 dhe fillimi i viteve 70 shënon edhe kulmin e luftës kundër fesë dhe besimeve fetare. Të gjithë strukturat e regjimit ishin vigjilente për të zbuluar nëse dikush predikonte në fshehtësi, apo nëse dikush ndiqte rritet fetare. 10 raste denoncoheshin çdo ditë në media, në filmat dhe dokumentarët e propagandës, në mbledhje pune ndër fabrika, uzina, kantiere ndërtimi, shkolla, kooperativa e tjerë. Por, megjithse presioni ishte i tillë, depërtues dhe friksues, deri në fshatrat më të thella, Marie Kaleta kishte vendosur të punonte për mbajtjen gjallë të besimit në Zot, madje të punonte edhe më shumë se më parë. Kudo ku ishte, mes njerëzve me të cilët punonte dhe jetonte, ajo predikonte fjalën e Zotit. Ndihmonte çdo që i kërkonte ndihmë për pagëzime apo për të thënë urat dhe për të mësuar fëmijët e vegjël, shpesh edhe duke e vënë veten në rrezik. Gjithsesi, siç dëshmon edhe Roza, sipas kujtimeve që Maria i ka lënë, shpesh e kishte parë veten në rrezik. Mund të kishte përfunduar edhe në burg, pavarësisht se ajo punonte në fshehtësi, spionët kishin sy dhe vesh edhe atje ku nuk mund të mendohej. Gjithçka tin smasi i thonë atë kohë se bëmi pa diktu bile një rast që ka pos e kanë në rrugë edhe i kanë thonë që ke në gjep se kanë kujtu se ka oste. Asa i kanë gjetë urat i thonë në rrogjare që po një policë. Këtë ngjarje na e sjell përmes kujtimeve të saj edhe vetë Marie Kaleta. Ndërsa po shkoja në Shkodër për të takuar murgeshat, ec në rrugicat e Shkodrës më ndaloi një polic dhe më thot: "Nëne, ku po shkon?" I thash: "Po shkoj tek kujxhia, i cili rregullonte unaza e varse." "Çfarë ke në xhep?" më pyeti. "Asgjë," i thash. "Kam vetëm disa materiale personale." Ai insistonte gjithnjë që të dinte se çfarë kisha, por më në fund më pyeti se çfarë kisha në xhep. Unë sërish i thash që s'kam asgjë. U detyrova t'i tregoja dhe i thash se kam urat. "Mi jep mua," tha polici. Unë i thash: "Të lutem, mos mi merr, se i kam kujtim nga axha që e kam pas me shtar. Ti edhe nëse i merr lutjen nga shpirti, mendja dhe zemra ime, nuk mund ta marr askush." "Ku është tani axha?" më pyeti. "Tani, ajo është mirë," u përgjigja, "sepse është në mbretëri me Zotin." Ndërsa ne po bisedonim punën e uratëve, një grua kalimtare i tha policit: "Të lutem, mendo sikur të jetë nëna jote." Në fund, policia e kuptoi dhe tha: "Largohu menjëherë, por kam frikë se do të kesh sërish ndalime të tjera në rrugicat e qytetit." Atëherë, unë shkova ashtu në fshehtësi dhe takova murgeshat. Më pas, jam kthyer menjëherë në shtëpi. Nëna ime më pau se isha e mërzitur
dhe më kishte kapluar një frikë e madhe, se mos ndoshta tani, po na vinin kontroll në shtëpi. Unë kisha të gjithë takamin e fesë, do me thënë me libra leximesh, lutjesh, uratësh, ungjillin, veshjet e meshtarëve dhe gjithçka që i përket një kishe. Por nga frika, u detyrova që atë ditë pas dite t'i digja të gjitha në furrë.